Të premten kremtohet Kurban Bajrami, një ditë e shenjtë kjo në kalendarin islamik. Miftiu i Vlorës Arditës Zhllaku tregon se kjo fest simbolizon sakrificën, sinqeritetin dhe solidaritetin që duhet të kemi të gjithë mes njëri tjetrit. Sipas Zhllakut, Kurbani nuk është thjesht një ditë kur vetëm therret mish, por kjo simbolik shërben për të treguar mbështetjen, dashamirësinë që kemi për nevojtarët. Sipas Zhllakut, Kurban Bajrami konsiderohet festa e sakrificës, ku të gjithë ne duhet të sakrifikojmë për një të ardhme më të mirë. Fillimisht ju uroj të gjithë besimtarëve të Vlorës dhe Mëgjerë kudo që ndodhen, gëzuar festën e Bajramit të Kurbanit, festë e cila simbolizon sakrificën, simbolizon sinqeritetin dhe solidaritetin dhe shpërndarjen e dashurisë mes njëri tjetrit. Kurbani nuk është thjesht një prerje mishi për të ngrënë mish, por është për të treguar sinqeritetin dhe dorëzimin që kemi ne tek Zoti i gjithësisë. Në fakt, siç e bëri Ibrahimi a.s. tentoi të bënte djalin e tij sepse i kishte dhënë fjalën Zotit që nëse më jep një djalë, unë do ta bëj kurban. Zoti atij i dha një dash. Ne sot bëjmë një kafshë pra një dele, një dash, një sheleg apo një dhi, apo edhe kafshë të madhe, kurban me qëllimin për të treguar sinqeritetin dhe dorëzimin që kemi ne tek Zoti i gjithësisë. E ajo është ajo që neve na kërkon Zoti, që të gjithë ne për njëri tjetrin. Kurbani nuk është për ta marrë për vete, është për ta shpërndar, për ta shiruar edhe vetë, por edhe për ta shpërndar. Pikërisht prandaj dhe ky quhet festa e sakrificës. Pra sakrifikojmë të gjithë për një të ardhme më të mirë, për paqe, për mëshirë dhe për lumturi në mbar botën. Miftiu i Vlorës Arditës Zhllaku tregon se festa e shenjtë e Kurban Bajramit nis ditën e premte në orën 6:30 të mëngjesit tek Pallati i Sportit, teksa namazi falet në orën 7. Zhllaku tregon se pritja zyrtare do të zhvillohet nga ora 9 deri në orën 11 të mesditës. Festa e Bajramit të Kurbanit nesër fillon në orën 6:30 tek Pallati i Sportit Flamurtari dhe namazi i Bajramit falet në orën 7. Pritjet zyrtare pastaj do jenë tek salla e pritjeve në restorant Holiday nga ora 9 deri në 11. Sipas Zhllakut, ai që pranon kurban nuk është as pak më ulët se dikush që pret mish, pasi pranimi i kurbanit vlen dhe do të thotë më shumë se sa një prerje e mishit. Kurbani pa ata që e pranojnë atë, sipas miftiut nuk vlen, nuk quhet në islam si i tillë. Mesazhi i kësaj feste është që ne të jemi të gjithë bashkë. Nëse dikush ka mundësi për të prerë, tjetri që merr nga ajo kafshë që është prerë, nuk është se është më ulët se sa ai që ka prerë. Sepse nëse duam ta plotësojmë këtë sakrificë, duhet të jetë sakrifikuesi dhe ai që e pranon këtë sakrificë. Pra, ai që pret kurbanin dhe ai që e pranon. Nëse unë pres një kurban dhe nuk ma pranon askush këtë kurban, nga njerëz që kemi për rreth, nga miqt, nga të varfrit, nëse nuk ma pranon, për mua kurbani nuk ka shkuar në vend. Pra është shumë më e rëndësishme ai që do ja jap, sesa unë që e pres apo ai tjetri që e pret. Pra, nuk është thjesht të presim një mish dhe të ham. Është ta ndajmë me njëri tjetrin dhe ta gëzojmë të gjithë së bashku. Arditës Zhllaku tregon se sakrifica, mbështetja, dashuria për njëri tjetrin nuk duhet të ekzistojë vetëm në këtë ditë të shenjtë, por duhet të jetë kjo ditë motiv që mesazhet të shpërndahen në çdo ditë, duke qenë krah njëri tjetrit në çdo rast, që shoqëria të jetojë në paqe të bëhet më e mirë. Kjo është festa ku ne flijojmë veten tonë në fakt. Sepse i themi Zotit, o Zot, për mëkatet që kemi bërë, ne duhet të flijojmë veten tonë, por ti e ke ndaluar që ne të flijojmë veten tonë. Atëherë, po flijojmë një kafshë në simbol të vetes tonë. Dhe kjo do të thotë që ne kemi heq dorë nga vetja jonë, e kur të heqësh dorë nga vetja jote, patjetër që shoqëria do të bëhet më e mirë. Dhe sot në një kohë kur kemi shumë nevojë për paqe, kemi shumë nevojë për sinqeritet, është momenti më i bukur dhe më i mirë që neve njerëzve t'ju rikujtojmë këtë nëpërmjet këtyre festave.